Drejtori i Zyrës për qeverisje të mirë dhe kryesuesi i Këshillit për të drejtat e fëmijëve, Habet Hajredini, pas publikimit të ulumtimit të betimit për drejtësi, ka thënë se këtë fenomen do ta ngrisë në mbledhjen e 22 majit të Këshillit për të drejtat e fëmijëve. Ndërsa në një përgjigje me shkrim ka thënë se kjo do të adresohet edhe në strategjinë e re për të drejtat e fëmijëve. Ne jemi duke zhvilluar strategjinë e re për të drejtat e fëmijëve dhe çështjet digjitale dhe dukurive të këqija, sikur kjo, do të vendosen si prioritet në objektivat e strategjisë së re për të drejtat e fëmijëve. Në strategjinë aktuale për vitin 2019-2023 nuk përfshihet ndonjë objektiv që qëllim ka mbrojtjen e fëmijëve nga rreziqet me të cilat ata ekspozohen në internet. Profesori Ismaili thotë se duhet të funksionojë trekëndshi mësimdhënës fëmijë-prind. Ne kemi bërë një ulumtim para një viti për mënyrën se çu i përdorin media sociale fëmijët, një pjesë e fëmijëve të Kosovës, domethënë, përdorin media sociale pa kurfar kontrolli. Ne vlerësojmë që raporti ndërmjet mësimdhënësit, fëmijës dhe prindit të jetë një trekëndsh i artë ku duhet të funksionojë. Në momentin që shohim ndryshime, shohim sjellje jo të zakonshme të fëmijëve, duhet të reagojë cili do prej këtyre tre faktorëve, pra qoftë mësimdhënësi, qoftë prindi në raport me fëmijën. Në anën tjetër, prokurori vlerëson se duhet të hapen diskutime nëse duhet të zbritet mosha e përgjegjësisë. Duhet në nivel vendi që kjo çështje me u trajtu më seriozisht, në atë kuptim që a do duhej që zbritej mosha e përgjegjësisë, sepse ju e dini shumë mirë që tani për tani është 14 vjeçar, në moshën 14 vjeçare i mituri nuk ka përgjegjësi penale. Mirë, po kjo duhet të bëhet në nivel vendit, sepse ajo çka po shihet tash në trendin edhe çka po shihet kohëve të fundit është që fëmijët edhe në moshën e përcaktuar ligjore po kryejnë vepra penale. Ndërkaq ne nuk kemi një mekanizëm përveç disa akteve nënligjore që janë në fuqi, sidomos është një udhëzim administrativ që është miratuar prej Ministrisë Drejtësisë lidhur me trajtimin e fëmijëve në moshën 14 vjeçare, mirë po ajo ka të bëjë me aspektin e rehabilitimit edhe me aspektin e informimit të miturit.